A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë me derset e Imam Ghazaliut, e lexojmë kitabin Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Mirë po, ndonjëherë datat ndrojnë dhe ala muqtedal hal i thujnë arabët, duhet me fol pak sipas gjendjes edhe situatës. Me që këtu mblidhemi për rizat Allahut dhe bëhet një mexhlis i ëmbël, këtë vakët të fitneve, këtë vakët ku kamos jemi të rrethekuar me gjunafe dhe me harame. Hasret të dalish me fëmit në rrugë, mundohesh t'ja rrujsh syt, haj këndej t'ja rrujsh djamshelish, këndej djamshelish, ma pa ma në fund dorzohesh edhe e lishosh në lerë, Allahu Teala na rrit. E në këtë vakët Allahu na bën nasip neve, pentetov të vinë bashkë me hoxhën, apo ju t'i leni familjarët tuaj, punë tuaja, dhe të ngjojni një muhabet apo një këshill nga një hoxh. Kjo sevap i madh. Po edhe kërkon falënderim ndaj Allahut, po edhe unë juve du falenderoj që e bëjmë që këtë mezhlis. Tash jemi ndo data pak të çuditshme, apo fundi i vitit, që ato festat fundvjetore që i thujnë, dhe tash e shohim se ka mos zbukurime, ngjyra, drita e kështu me radhë. Shpesh folin hoxhallarët për këto tema. Neve këtë e kalum një rini si e kalum, po shqyr Allahu deshi e në udhëzum. Në i hapi sytë Allahu xhamat. Në i hapi sytë Allahu, se për ndryshe tash ndoshta do ishim vesh, se i thujnë atine, si me të kuqe, me të bardhë. Nuk dhe kishe shall në kokë ose tërlek, dhe kishe atë kësullën e kuqe me atë topin e bardhë. Mjekër ndoshta prap do kishe, se edhe ai ka mjekër, tamam. Po shqyr Allahut në i hapi sytë edhe kuptuam realitetin. Mirë po une që sa vjetë, mundohemi me derse, trive tu tregoj, i kam fëmit në xhami aty, ndonjëherë i hapi këto tema, po edhe së një preki shumë se fundi nana i vet, apo baba i vet, ashtu mendon se duhet të festohet, shumë e shumë së të përzihesh, mos shkaktosh tani keq kuptim në shpinë atyne. Prandaj këtë vjet kom vendos kështu. Me që këshillat, derset shumë e shumë, ku e di, nuk ndikun, thash habe nejna popull shqiptar kontra ta provojmë, si mjet hiç më flas. E si janë shqiptarët kontra për. Hajde, hiç më flas. Si ka qenë puna me gomarin që nëse ne ka kalun nga ura, shty njerëzit, nuk hec gomari, i natë. I kujtohet njënit prejtbe pak, fillon ka ana qetër ta shtyje, tash gomari fillon të hece. Edhe unë e tash, mendoj inshallah me qatë njetë, hajtë heshtim pak, ndoshta vetë dë binden, ama dirisa të binden kalon një kohë dhe hynë në gjunafet mdhaja. Atë natë pijet raki, atë natë vajzat reja dalin, mashtrohen me gjemë, zateken andej, zateken këndej. Atë që nuk e dum për fëmijët tonë, nuk dhe e dum edhe për fëmijët e qerve. Bërën, hini, as. Hajde. Për qatë nuk o mire dhe mos me folë, për këtë e thonë me ironik shu. Hajde ta shofim, a dë binden vetë. Se nuk ka as gjë që në shikim të parë bile mos kuptohet se është rrezik, është dëm. Allahu Teala ju udhëzoft të rijtë tonë dhe të rejat tonë. Po njëherë neve, pastaj edhe ato. Tamam. Dhe tash dhe vazhdojmë inshallah me dersin që e lexojmë. Do isha t'i thom një dy fjalë që më thosë njeri që hiç nuk foli. A përkundrazi jemi në muajin Rexhep, muaj i madh. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë shehrullah, muaji Allahut. E kanë pyet, çka është kuptimi i kësaj? Ja Rasulullah, si mund ta kuptojmë këtë? Si mund ta kuptojmë këtë muaj i Allahut? Ka thënë muaj që Allahu Teala e ka caktuar për me i fal gjunafet. Me që ai është Ghaffar, ai është falës i madh, muaj që Allahu Teala i fal gjunafet, atër muaj i Allahut. E në këtë muaj një gjunaf që bëhet, kanë thënë ulemat, shkruhet gjuna si me bë përpara Qabes, se është muaj i madh, muaj i haram. E vend haram, vend i shenjtë në tokë, është Qabja, është xhamia e pejgamberit alayhis salam, është Mesxhidi Aksaja. E tash neve me shku deri atje, a dhe kishim plas një shampanjë, Zoti na rujt asnjëherë. A dhe ishim veshë si do veshem për natën e vitit të ri, a dhe kishim bë parti para Qabes, asnjëherë hoxho.
ne atje shkojmë për të bërë umre apo për haç, për të bërë ibadet. Tash na ka ardhur neve në vendin ton një vakët i shenjtë. Ha vendi i shenjtë, ha vakti i shenjtë. E tash neve do përzimin këto gjunafe, shif, jo vetëm që e shkelim urdhrin e Allahut, po edhe një vakët shumë të shenjtë muajin Rexhep e shkelim. Allahu Teala na ruajt. Tash do vazhdojmë inshallah me dersin me që e kemi ashtu tradit, niyet e kemi me mbaru këtë kitab. Mirë. Dersi i fundit ka qenë lidhje me ajetet müteshabih, ajetet që në lexim të parë së ni kuptojmë mirë, mund të gabojmë dhe Imam Gazaliu na mësonte çka na mësoi derset e kaluara. Dersin e fundit folëm për ata që do flasim me dhan. Dhan i vjen një mendim që dominon ndaj mendimeve tjera. Unë thash atë ditë më duket mbi 50%. Do të thonë 70-80% besoj se kështu duhet jetë. Vetëm kështu mund të besosh për një cilësi të Allahut që vetë Allahu nuk ta ka sqaruar. Nuk mund ta dish. Vetëm ulemat rasikhun munden të dinë këto. Dhe tha, e para gjë që e ka detyrë njeriu, duhet ta shohë atë kuptim që t'ja japë është xhaiz për Allahun, është e lejuar. Për shembull, Allahu ta mund t'i thush i mëshirshëm, mund t'i thush i mëshirshëm. Allahu Teala mund t'i thush i lartë madhëruar, mund t'i thush i lartë madhëruar. Ama mundesh e t'i thush Allahu Teala pinal zbret të poshtë, e atë se ne thush. Tamam. Dhe e dyta, ta dije se këtë që dhe e those, nuk është 100%. Nuk mund të those fiks që kështu është, se flet në emën të Allahut atër. Si për shembull e dhan fjalën feuq, nalt. Derisa kalon në Kur'an kjo bëhet cilësia e Allahut, feuq. Allahu Teala është i nalt, i lartë themi. Mirë po, thot Imam Gazali, nuk dhe kuptojshim me lartësi për terma vertikale. Këtë e kuptum dersin e kaluar. Një lloj si kur themi baba është mbi djalin, edhe pse mundet të jetojë baba në katin e parë, djali në katin e dytë. Kjo do thot me vlera, kjo do thot me autoritet apo me pushtet. Një lloj si te Allahu xhelle xhelaluhu. Ai është mbi neve me fuqi, me pushtet, ai është Zoti jon. Kështu nalt mbi nuk duhet me parafytyru Allahun xhelle xhelalu se këto janë tipare të krijesave. Shembulli i dytë këtu mbetëm dhe do vazhdojmë inshallah. Shembulli i dytë është kur e bëjmë tevil, kur e interpretojmë fjalën istiwa, ar-Rahman ala al-arsh istawa. Dhe për çket ajet u bën luftrat në dhaja. Kiameti ka kris mbi çket ajet. Mbi çket ajet kiameti ka kris. Dhe ti tash e shofish bota çfarë kahje e ka marr. Interneti, telefoni, haramet, njeri apo dembel duke nis pe vetes son. Jemi përtac, mona mërzitet ta marrim librin me të vërtet ta mësojmë. Shkojmë nga hoxhallarët, hap pas hapi ta mësojmë fen islam, e du me njetë për këtu, për 30 sekonda ta mësojmë. E mapa normalisht se, hasish në komentime, interpretime, tjera të fjallës, istiwa. Nuk i ke has këtu në libra, e shojsh nga TikTok i komentimin e asaj. Allahu Teala e shpëtoft këtë rini. Vërtet që është problem shumë më i madh se ato 3 që dhe festojnë vitin e ri. Se ato një ditë inshallah Allahu Teala di udhzohet dhe hape syt. Ama kjo ta keq interpretojsh, ta keq kuptojsh fjalën istiwa, në ti thush Allahut u ul dhe ta cilësojsh me një tipar të krijesave, se do besojsh se kjo është e saktë. Shumë rrallë njerëz ma pa binden, unë e pas kam gabu. Në ke gabu se nga Facebooku e mësove fen, nuk shkove në medrese nga profesor të vërtet të mësojsh. Ai do thosë se po më unë kam shkuar, po në agje ku ke shkuar problem. Pse nuk u ktheve këtu 500 vjet që i lexuam ato libra? Pse nuk i lexove ato libra? E përmenda gje në ders, kaside i burden, sa pej neve e kemi dëgju këtë fjalë. Ama ilahisti i njohur se ka i Maher Zaini, kur ja bën me ulaja salli wa sallim daima nebeda, po me ulaja salli atë ilahi e dim kit. Po ajo është poezi e Imam Busiriut. Në për statuse e vëndojmë atë kur çojmë doni thënie të bukur islame, background atë e lishojmë, nuk e dim se ajo është një pjesë e librit poetik që e ka thënë Imam Busiri. Krye këpun nga dashuria për pejgamberin alayhis salatu vesselam. Pra me komunist kam bet në gjys. Ta tregojmë këtu, bereqet këtu atër. Imam Busiri, një pej dietarëve të mëdhej, paralizohet. Dhe nga dashnia e madhe, prapë e shkruan një poezi për pejgamberin alayhis salatu vesselam për ta lavdruar. Atë natë në ëndër e shef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thot pejgamberi, ai tash ma recito përpara
që këtë poezi që ma shkrujte, se shumë më ka pëlqy. Në ëndër, a mund ndodhe kjo? Mund ndodhe be xhamat, nuk ka kur gjë kundër sheriatit. Pejgamberi çka ka thënë? Ai që më sheh mua në ëndër, më ka pa vërtet mu, se shejtani nuk mund të përzihet më në këtë ëndër. Atëherë kjo ëndër u bën një mesazh i madh për neve. E thot fillova t'ja këndoj. Ma në fund pejgamberi e nxori byrden. Byrde i vjen si jelek, hërka. Mirë po ma gjata i kanë pas, dhe me atë e fërkon trupin e Imam Busiriut. Zgjohet sa ba Imam Busiri, i ka kalu smundja, fillon prap të hece si ma parë. Tamam. I kalon, do me thënë, paralizimi. E që këtë qitab, me qindra vite ulemat e kanë lexu, kanë shkrujt hashije, kanë shkrujt sherhe, në për medrese janë lexu, dhe sot këti qitapit i thuhet shirk, Allahu Teala na ruaj. Allahu Teala na ruaj. A se baba dimrit nuk duhet t'i besojsh, se cili e din se bën gabim aty. Apo ose zhurkat dhe partit që do marrin pjesë mbas 2-3 dite, mbas 2-3 netëve të themi, deri në sabat që do pihen, atë qoftë muslimani mirë, qoftë muslimani dobët, atë e kupton. Kjo nuk ka diçka në rregull. Ama ti kur dhe ndjysh në aspekt fetar, Imam Busirit, veprës së tij, kaside i burdet, i thuj shirk, këtë si dhe korrigjojmë be xhamat. Që kjo lufta që ndodhi nga fjala istiva. E tash është një nivel aq interesant i fesë islame, te mundohesh në xhami, në xhuma, ku pamje ka 700 veta, 700 musliman jemi me një ve. Pa diçka mund të bëjsh be ti. Kështu, me qenë ato 700 musliman, kit me një vice kështu. Kit jemi në një bindje. Po lom bëjsh. Çfarë nuri ngrehet deri në arsh me ato lutje të forta, ma puno se tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Te i mendojsh ata njerëz se janë bashk, ama zemrat i kanë të coptuara. Ky e do në një këngëtare, ky qetri e don një futbaler, ai e don një host qetër që i thot shirk këtyne, ky të don një 2-3 veta për këtu, e çaç. E kam fjalën për në xhamia, jo për këtu. E ne hapen që këto tema, ti hysh temat thella, mendojsh se dhe ngrejnë pak xhamatin deri dëku, edhe vjen bash tu i prek që këto, ti mbrenda shejtani thot kujdes, se nesër mund të kërcënojë dikush. Kujdes se mund t'i çelish probleme djalit tënd nesër. Kujdes se mund ta rrezikosh vendin e punës dhe të mbesish pa rrok. Ama ti megjithatë ani ai unë do vazhdoj të flas thujsh e ne vjen dam. Uçu, si me uçu pi varini, 250 vjeçari vjen, pas ka bo hatme dhe në mes të dersit dam ta zgjat ty atë letër. Edhe ti pse nuk e përfilli shumë, ja marrish letrën, hekish në qosh se e kjo një ligjerat, dëkush është përgatit për këtë, preket dhe mbas dersi lirish vjen të qorton, nuk është sjellje në rregull, unë kam bo hatme, se ka lezu Kur'an dhe ka bo hatme, dhe është në gjendje t'ja dërpreset hoxhës dersin, bashkë këto temat e akides, dhe merat liri ta qortoje hoxhën se hoxha qenë ka. Në këtë nivel tu e jetu islamin, normalisht sa i ma pak kaside i burdes di those shirk, edhe ty do të those shirk, edhe mu do më those shirk, edhe gjyshit tant, edhe stër gjyshit tem. Që këto nivele jemi tu jetu islamin. Ku dë dale, nuk e di. Allahu Teala na rujt. Allahu imanin na shpëtoft, akiden e ehli sunnetit na shpëtoft. Do me thënë, sot qenë ka bo krim, qenë ka bo shirk, ta duash shumë pejgamberin alayhis salatu vesselam. Çka? Unë këtë e kuptoj. Mirë. Si për shembull thot fjala istiwa. Allahu Teala thot në Kur'an, Allahu ka bë istiwa mbi arsh. Me që kalon lidhje me Allahun, kjo bëhet cilësia e Allahut. Mirë, po si dhe e kuptojmë? 100% a mund ta kuptojmë? Jo, se është myteshabi, ka disa kuptime kjo. Kuptimi i parë në fjalor do thot me u vendos nalt. Atëherë është tipari krijesave. Këtë me njerë e lam anësh. E me që shkojmë në kuptime tjera, do me thënë i bëj kemi te'wil, dhe thot, nga kjo e kuptojmë, se Allahu Teala ka një raport khas, special me arshin, dhe kjo raport nuk duhet tjetë si raportet e krijesave. Çka do të thot? Do me thënë, Allahu Teala këtë ekzistencë, këtë alem e rregullon apo e organizon nga qielli për në tokë nëpërmjet arshit. Sepse Allahu Teala kur krijon diçka në këtë alem, në këtë botë, një formë themi. Allahu Teala këto male ai ka kriju, po i ka kriju. Së pari njëherë i ka vizatu në thojza themi, suret i thonë. I ka vizatu, i ka paraqit në arsh, mapa ndodh ajo në këtë botë. Ose
Kur'ani Kerimin, Allahu Taala a ka bë irade, a ka dash t'ja zbrese pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Po, njëherë kjo ka kalu në arsh, mapa kalon këtu në këtë dynja. Tamam. Prandaj njëherë këtë dijet e Allahut reflektojnë atje në arsh, mapa një nga një këtë botë kur don Allahu. Ka dash të Allahu 2025, ka fundi nga 2026-ës, xate kemi këtu. Kjo në dijen e Allahut njëherë ka reflektuar në arsh, mapa ndodh këtu. E thot, këtë si mund ta kuptosh më mirë, një lloj si një njeri që gdhend apo një njeri që shkruan, shkrimtar, para se të shkruajë në fletën e bardhë, njëherë i vizaton në tru. Njeri i vizaton në tru. Dhe nëpërmjet trunit, zemra që kështu e organizon këtë trupin. Do me thënë zemra, ajo logjika, ajo mendja që din të mendoje, të kuptoje, apo të kërkoje me bë diçka, këtë kalon nga zemra. Ato njetet tona kalon nga zemra. Ti sot bone njet të vish këtu. Zemra njerë u aktivizu, këtu zemrën në thojze e krason me Allahun. Son Allahu don të themi të krijoje një njeri këtë dynja, njerë kalon ajo në arsh, ma pa reflekton këtu. Edhe zemra tash don të bëjë një veprim. Dush të vish këtu në mezhlis. Njerë zemra e bën këtë njet, ma pa truni i përpunon ato informata dhe pi aty fillon dora, veshesh një këmësh, kamët fillojnë të hecin për këtu. Prandaj dhe dëshpërblehemi. Apo nëse shkojmë në ndonjë gjunaf, Zoti na ruaj dë ndëshkohemi. Do me thënë, këtë trupin e organizoj ka. Zemra ama njerë e paraqet këtu në tru. Truni nuk bën kur gjë. Truni veç të jep një fotografi. Çka të punë dhe e bësh, edhe ma pa trupi fillon të lëviz. Do me thënë, zemra, truni dhe thujemnin organet. Një ditë bëjnë mbledhje organet e trupit dhe do të zgjedhin një lider, një udhëheqës. A e dini këta jo? Ömer baba i Kurtlar Vadisit e kam zonë. Bëjnë një mbledhje. E tash ngren gishtat. Krahu thot unë du, kama të bëhet, kama thot unë du, syni të bëhet, syni thot unë du, veshi. Ma në fund, votat i numërojnë ma shumë organe qenë kanë për trunin, se truni qenë ka pak me i sofistikum e kështu me radhë. Mirë po, ofendohet dhe idhnohet një organ. Cili organ? Një organ me të cilin ne tash për tash jemi duke u ullur dhe na kryen një punë shumë të rëndësishme në jetën tonë. Aty ku del nevoja e madhe. Ajo idhnohet. Dhe u ambyll derën e ne thot, hajt tash ta shohim truni, letu sose punë. Mbas disa dite, nxort këto organet, apo dera mshel, nuk kryet asnjë punë që duhet kryet për aty, e ma pak i kërkojnë falje dhe i thujnë trunit, a ka mundësi të hiqesh, po këtë dhe zgjedhim thujemnin udhëheqës. Tamam. Dërsa këtu Imam Gazali na tha se truni qenë ka për aty ku i organizojmë. Për çat mos i ngatrojmë këto ani. Ha se zorti na çon, mos e zgjedhim atë kryetar, apo atë mos e zgjedhim kryetar. Pi këtu ka edhe do shtosa tjerë, po hajt ta ndalim çaty sa ma pa duhet t'i kërkoj minutat krop me i bose, nuk ka kuptim. Ama mas kamerës mund të flasim, lirisht, në kartat shel. Do me thane kuptum. Allahu Taala, para se të kryoj diçka, dhe këtë kur themi para se të kryoj, nuk ka kohë këtu. Vesh tertip, radhitje themi. Njerë e paraqet atë pamje në arsh, pejnë arsh ma pa reflekton dhe kryon Allahu Taala në këtë botë. Këtë kush e thot? Imam Gazali. E po ku është ajo që sën themi 100% këtu? Thot një hoq apo një musliman që e ka kuptuar më këtë, vetë që këtu nuk e ka atë 100%. Tash dhe kujtoje që kjo lidhje, që kjo raport i Allahut këtë rast me arshin, a është gjaiz? Është gjaiz, po, Allahu Taala mund apo ta urdhëroje arshin, apo të krijoje te arshi diçka, apo ta sundoje arshin. Këto krejt janë lidhje dhe raporte. Mirë po, ku e ka tash atë dyshim? A dë those se është obligueshmërisht që kështu duhet ndodhe, apo syneti i Allahut, ligji i Allahut që kështu e ka caktu? Sigurisht që Allahu Taala kështu ka dash të ndodhe, një si tham parës, në vend trunit ke mund të mendojsh edhe me vesh, thuja emin vend synit ke mund me pa edhe me gishta, apo? Allahu Taala kështu e ka caktu këtë, jo që s'ka fuqi Allahu ndryshe me e kriju këtë sistem, që këtu mos gabojmë. Allahu Taala kështu ka dasht, ndodhe njerë në arsh të paraqiten gjërat, mapa në këtë dynja. Që këtë si ta kuptojmë, thot, me lejnë e Allahut e ke kuptu këtë, se kështu ka dasht caktimi Allahut, kështu ka dasht dia e paluhatshme Allahut, e
Allahu Teala thot: "Walen tajida li sunnetillahi tabdila", te sunneti i Allahut, pra te ligji i Allahut, asnjëherë nuk do gjesh ndryshim. Jo që nuk mund ta bëjë ndryshe Allahu, po ashtu pse ka caktu, kështu do hecë ky sistem, një mashkull do martohet me një femër, ato do bashkohen dhe do linden një fëmijë. Po Allahu Teala as ka fuqi ndryshe me lind fëmijë, e boni te Hazreti Ademi, e boni te Hazreti Isa, apo. Mirë po sunnetullah i themi kësaj, këto ligjet e Allahut dhe kështu nuk ndryshojnë, ndryshe nuk bëhen mirë. E tash thot, ky njeri, themi, që është hoxh dhe ka kuptu këtë dhe flet për gjëra me dhën, do me thënë kjo që është mbi 50 apo 60% që e din. I ka thot 2 vazife, 2 detyra. Thot njëherë, e para është mos e lëshoj shpirtin e ti dhe të qetësohet 100% në që këtë kuptim. Do me thënë, kur themi Allahu Teala sundon mbi arsh, Allahu Teala krijon arshin, Allahu Teala kontrollon arshin, nuk duhet me thënë sundim dhe që kjo është 100%. Po çka tham derset e kaluara? Allahu alem, ama mund tjetë që kjo. Dhe këto që themi mund tjetë që kjo, a është gjais për Allahun? Është gjais. Atër, me këtë e mbarim. Ama, edhe mos themi 100%. Si ka thamë për shembull Ebu Hanifja, dora kur kalon, nuk themi 100% fuqia. Se cillën herë nuk mund t'i thush fuqia e Allahut. Ajo mund t'jetë mëshira, mund t'jetë ndihma, mund t'jetë ndëshkimi në do raste. Inne betsh rabbike le shedid. Betsh me përthy bukvalisht i vjen shuplak, pra pjesë e dorës. Aty Allahu e përdor për ndëshkim. Ndëshkimin Allahu Teala e ka shumë të rëndë dhe shumë të sertë. E para kjo, mos lishohesh 100% me thanë që kështu. Pra, ma mirë, mos hymë shumë e shumë në këto tema, me jalan, hoxhallarve. E dyta, vazifja e dytë, edhe kur ta përmendish këtë, tash e para kishte të bëjë me bindjet mbrenda. E dyta, kur dhe e përmendish këtë, mos e përmende, apo mos e përdore që këtë fjalë. Istiwaja do të thot kjo. Tash në bindje mund të kjesh ndryshe, në bindje mund të kjesh se mund tjetë edhe diçka tjetër. Ama tash shprehesh se je hoxh, mbajsh ders në xhuma dhe vjenaj ta jep atë letër. Tamam. Supozojmë se është një xhamat kështu, që din të ngjoje. Dhe erdh puna thush, istiwa do të thot Allahu Teala e sundon arshin, ama mund tjetë edhe një kuptim tjetër. Çka pa tjetër ta themi. Kjo është vazifja e dytë e hoxhës. Do me thënë 100% vetëm kështu, nuk është gjais me thënë se thot, do të thot jep haber për cilësitë e Allahut pa e ditë 100%. Po si të those, se Allahu Teala ka thënë, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, diçka që nuk e dish 100%, mos u fut aty. Neve edhe gje kaloj ajo. Ahmet ibn Hanbelat 1% kanë pa dyshim për diçka, nuk e kanë dhënë me njerë përgjigjen. Do ulema kanë thënë prit mbas një jave do të përgjigjem. Neve mbas një sekundi përgjigjemi. Ku e kemi dëgjuat? Status në WhatsApp. Tezja e ka qit për Bajram, pejgamberi ka thënë, më vinë mua si, zakonisht gratë miren me këto. Kjo hadith. Unë nuk jam Imam Bukhari une. Unë nuk din 1 milion hadithe, ta din vend ta është hadith. Ku e di une? Ku e di? Hoxha Dmagjesh, si të ta gjejë lush, sa milion hadithe ka unë. Sa milion hadithe ka. Ato që i kemi ngjuar në përdesë, i kemi lexuar në për qitape, nëse na kujtojnë do të thomë është hadith. Ama zakonisht i muhabet edin sillu mirë me vjerën e hadith. Kujdes tash apo. Kur don të lëshojnë një mesazh nuses ose nusja vjerës, e në hadith. Ahmed ibn Hanbelat kanë thënë pyet edhe një hoxh tjetër. Ai e din ndoshta më mirë. Pse? Nuk është mirë me fol për diçka që se dim 100%. A këto Allahu na ka garantuar se nuk mund t'i dini 100%. Atë që na sqaron Imam Gazali si duhet me ju qas këtyne gjërave. Atëherë pak ta ndrojmë temën. Për gjërat historike, për gjërat në histori që kanë ndodhur, që nuk janë, si themi, temelet e akides, që s'janë temelet e fikut, zakonisht rivajetet janë edhe ashtu edhe kështu. Ato rivajete historike që na vinë, zakonisht ulemati kanë pranuar kur ka të bëje me diçka për sjellje të bukur. Ta edukosh djalin më mirë, ta edukosh vajzën më mirë, ta edukosh xhamatin më mirë. Ama kështu të formojsh bindje pi atyne, zban. Për shembull, histori kalon diçka e keqe për Hazreti Ebu Bekrin. Atë e marrish drejt ngjubre.
librat e historisë kalon Hazreti Omeri, ku e diçka i ka Hazreti Fatimes. E marrish, megjithatë hosh që e thot këtë fjalë, çu në gjubre. Tamam. Ama ka dhe një rivajet shife ka gjetë me një libër, drejt në gjubre. Se këto nuk janë rivajete që e përbëjnë akiden, apo fikun ahkamet e sheriatit që i themi neve. Prandaj nuk janë as pak 100% dije të sakta, të dhëna të sakta, e kumo të biesh në desh me këto qera që janë të sakta. Allahu Teala thot, unë jam razin nga sahabët, edhe ato janë razin nga unë, ajet kuranor, kjo është 100% e sakt. Ti ke gjetë aty në qosht dhe kund në libër të historisë, dhe me këtë dush të sulmesh Kur'anin, nuk bën kështu apo. Duhet mirë, një herë për gjithmonë, me i kuptu këto tema. Mirë. E thot tash Imam Ghazali, nëse më pyet mua kështu, a mund une këtë dhanë, do me thënë këtë që s'mund të adin 100%, po me disa opcione, them, Allahu e din më mirë, po mund tjetë kjo mund. Këtë a mund me e fol me dikë tjetër? Thot, mund të flasish me veti, me që mo e ke kuptu. E dyta thot, mund të flasish me ndonjë që është në nivelin tënd, mund tjetë një hoqë, që në inteligencë jeni të përafërt, në dijet jeni të përafërt, dhe në akidet jeni njëjtë, që ja ka kushtu vetes, ja ka kushtu nefsin, dijes së Allahut dhe fesë fetare. Me këta njerëz mund të flasish. Dhe i treti mund të jetë një talebe, që akoma nuk ka bë hoç, ama i kupton këto gjëra, ka prirje, i kupton këto temat e akides, dhe e shohë se shumë i sinqert, i hik harameve, që kjo na hik neve xhamat. Ato harame ma pa bojnë shkak edhe këtë akide shumë të pastë të ehli sunnetit, të të ngacmojnë brenda i haramit, a dish. Ai harami. Hoxhallarët në thë. Një njeri që së ne pranon akiden e ehli sunnetit, që ka do dyshime, do siklete brenda, leta kontrolloje ose përfitimin piku e ka, ose me çfarë gjunafesh, Allahu Teala e ka sprovu. Allah ja Rabbi na ruaj akiden e ehli sunnetit deri në frymën e fundit. Do me thani, i treti qenka, e gjesh një talebe të sinqert, don ta kuptoje fen mirë, dhe thot, i ka hek ato qefet e dynjas. Epshet, nuk ka lakmi për këtë botë, nuk ka lakmi për këtë dynja, për asë një farë pozite, vetëm me këta gjem të ri, hoxhallar, mund me i hap që këto tema, apo xhamatli të sinqert mund me i hap këto tema. Se është temë shumë specifike, ka shumë gatresa, ka shumë pluhura njeri në tru dhe në zemër, nuk mund t'i kuptoje mirë, çdohet diri ndonjë cytje. Dhe thot Imam Ghazali, nëse nuk është në këtë nivel, ti dia tregojsh atë, ati do i ngacmoje diçka brenda. Mirë, po i sinqert është, do se ta kërkoje, do hase të dëni hoç, që jep qera komentime, faside, të prishura, dhe dhe bohesh ti shkak të devijoje. A i ke hap mo temat me atë gjallë të ri, atë dhe mbash non stop me veti. Shif, kujdes, këtë mos e ngjo, atë mos e ngjo. Po gjo atër vetëm ta, jo, ka edhe shumë të tjerë, vesh duhet me i kërku, apo. Kësi gjem të rria kemi, Allahu Teala më ka dhanë një bereqet, një nimet, të takohen dhe të njoftojnë me si gjem të ri. Ja edhe ju këshu si jeni, gjem të ri, më falë në kitë mjekrat e bardha, blerim, gjalliri, mashallah. Ama, në përgjithësi, themi, gjem të ri që mund t'i kuptojnë këto. Varësisht për nivelit, dhe kush ndoshta së një kupton mirë, atër mos i hap këto tema. Ama unë e njoh edhe disa gjem akoma ma të rinë, thojza, një rreth akoma ma i ngusht, që kanë lënë këtë lakmit e kësaj dynjas dhe janë interesuar për t'i mësu këto dije. Dhe unë mund t'ju garantoj, me i thanë ati, shif ta kom gjetë dhe të bëjmë menaxher në firmën më të fortë të botës, dhe dhe kesh rogën afër $600,000, ama së ndilezësh të qitape, ai garant dhe i zgjedhe hoxho nuk e duat, unë du të vazhdoj me ta i me i lezu që këto qitape. Ka edhe kësi gjem të rinë në rrethin tonë. Prandaj duhet me i kërku edhe neve Allahu nëse s'na ka bo nasip t'jemi për atyne, atër materialisht apo shpirtnisht, me shpirt, me dua, me përkrahje materiale, po edhe me qëndrukshu nga të atyne, dva bëjmë qefin që une jam me tylos, ti vetëm vazhdo studio mësoj që këto, se na duashkan, atër inshallah dhe jemi bashkë në xhennet. Prandaj duhet me i kërku këto. Dhe mos me u dorzu. Hoxha jemi dashur Mahmud Efendia kështu ka thënë. Me më dhanë Allahu Teala 100 fëmijë, 99 ti çoj të bëhen hoxhallar. 99 me më dështu, edhe të 100 ti ndoj çoj të bëj hoxh. Kjo nuk do të thotë se ju qerët kot, estakfirullah, jo ashtu. Këti kemi evlat, këti kemi gjem të dashur, Allahu i rujt dhe këtë mirat va i dhasht. Mirë po, me krahasu
me punën që do e bëjnë atë firmë, menaxher $600,000 dhe kënaqësinë shpirtërore. Kënaqësi shpirtërore veç kur do e shoh atë shumë në kartelën e bankës, ajo kuptohet. Ama kënaqësi shpirtërore kur di lexojsh këto, vallahi e billahi nuk mund krahasohet me asnjë shumë në këtë dynja. Këtë ka dash ta thosë vëllai. Do të thënë, mapa, ai 100-ti kur ma kuptoi vlerën se unë çka kam dash ti ofroj djalit tem, atëherë ditë e natë dëm përmende me lutje, me dua dhe mbas vdekjes nuk dëm harroje. Ama edhe ky qetëri mund të të harroje, ja ke mësuar themi IT, kompjuterin djalit, mapa ka kap dëni biznes, ban lom, dhe sa herë që hyp në atë veturën e shtret, thotë rroft baba im, u bë sebeb. Shqyr, mund edhe kështu të ndodhe, ama kjo është shumë më me rëndësi. Allahu Taala na i shtoft të ri, Allahu Taala na i bëf si kështu fëmijë për ata prindër që duan. Allahu e din zemrën time se unë e du, shumë ndodhe kjo, po besoj edhe tjerët e kishim pas këtë dëshirë nga Allahu. Me këtë inshallah mund ta mbarojmë dersin xhamat. Inshallah jemi të qartë, i kuptojmë, mundojmë edhe unë pak të thjeshtëzoj, edhe pse ma thjesht e ka shkruajtur këtë kitap Imam Gazali, krahasim me libra tjera, ama prap ka do pika që edhin duhet disa herë edhe unë me i lexu, e mapa disa herë mendojmë si me sqaru këtë, sidomos kur del rrjetet sociale që mos keq kuptoheni. Allahu ju shpërbleft. Atëherë ta bëjmë atë shtosin klasik, shifemi vitin tjetër, inshallah. Allahu na ruaj që këtë ditë të rinë nga gjunafet. Ku e dish, 1 minutë para se të shkoj aty, mund t'i kujtohet t'i vaj një mëshirë, apo do një lutje gjyshes vete, të kape në atë moment, t'i duket diçka pa lidhje, e të kthehet në xhami apo në mezhlis mendet. Pyesin fëmijët, hoxha gjithë bëjmë atë natë. Fleni thon. Po zhurmë e madhe petarda. Do me thënë dueshka me ndet dë një xhami hapur, ato do argëtohen andet, edhe ne ti argëtojmë 30 dekundi. Për çfarë më ka shku ndërmend me mezhlisin me mbajt shel deri në 12, ti numërojmë edhe ne 10, 9. Mirë, unë e të visi i baba dimni, ato me dëni qikolata, libra inshallah, që këto dije. Mirë, me këtë e mbarëm dersin, wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el Fatiha.